I lindur në një qytet minatorësh, kur isha në klasën e parë apo klasën e dytë, këndoja me shumë qejf një këngë. Babi im është minator, pistoletën ban në dorë, atje thellë në galeri, nxjerr qymyrin ster të zi, veshur kominoshe, ngjyra kaltëroshe, veshur kominoshe, ngjyra kaltëroshe. Unë e kam kënduar, po pa menduar se do vinte ditë do ta provoja vetë Minierën. Natyrisht respekt për të gjithë ata që në galeritë e Minierës, edhe me fytyra të nxirra, po me shpirtin e bardhë, me zemrën e madhe, dhe mbi të gjitha, përveç punës dhe heroizmit, që është një punë me të vërtet heroike, të kesh brenda atë zërin e bukur për ta përcjell këngën, sepse këndon goja, po më shumë këndon shpirti, këndon zemra. Dhe unë kam për kënaqësi sot që një 64 vjeçar si Astrid Hafizllari të vi sot të këndoj këtu në skenën Albana Got Talent. Mirë se erdha i dashur. Skena për ju. O të dy duar të plot për ploti, Fantastriti në skenë. Një me trenta pile, o një moj një me bore silo, një me trenta pile, o një moj një me bore silo. Dhe mu, o të dy duar të plot, aman, një me trënda pila dhe mu, o një me borsilo, e po kur mi gjitje shkallë dhe mu, o të dy duar të plot, aman, një me trënda pila dhe mu, o një me borsilo. Një shkandët më një, ose që ma doqe moj simrënë, o si bili moj këngënë, bashkë të këndoj me gjithë jetënë. Mis një shkandët moj një, ose që ma doqe moj simrënë, o si bili moj këngënë, bashkë të këndoj me gjithë jetënë. Unë mishte otës dhe mu, Izure dhe ndrejnë, aman, pangri ma pagës velon dhe mu, ose ma doqe moj zemrën, e po unë mishte otës dhe mu, Izure dhe ndrejnë, aman, ma pagës velon dhe mu, ose ma plase moj zemrën. Një shkandët moj një nga një, ose që ma doqe moj zemrënë, o si bili moj këngënë, bashkë këndoj me gjithë jetënë. Një shkandët moj një nga një, ose që ma doqe moj zemrënë, o si bili moj këngënë,
Astrid. Bravo, fantastriti! Astrid i dashur, të këndoft të zemra gjithjetën, shumë i lumtur që të ripash edhe njëherë në Albania's Got Talent. E vlerësoj jashtëzakonisht gjithë pasionin dashurinë tënde për muzikën, për këtë muzikë të bukur popullore. Për mua të lumt dorëzo llampën tani. Faleminderit. Zotri Hafizllari ishit fantastik sonte. Mund të them ndoshta që shumë më mirë se sa në audicione. Na kënaqet shumë, gjithë publiku në ngritët në këmbë. Dhe ju lumt. Faleminderit. Unë personalisht u mërzita shumë që mbaruat së kënduari, sepse sa po kishit filluar dhe si që pat publiku ishte në këmbë, ne po na kënaqnit, më duk vetja në një fest të bukur shqiptare, dhe çudia ime është që si ka mundësi që ju jeni kujtuar kaq vonë të dilni në skenë, se duhet të kishit Do plason të mirë vonë se kurrë. profesionist gjithë jetën. Duhet të kishit kënduar në skenë gjithë jetën, aq bukur këndoni. Faleminderit. Më kënaqet sonte. Bravo. Ani Einsteini. O Titi, o Birazer, kur isha i vogël, në mes të gjyshit edhe të pleqjeve të tjerë me kasket tipikët e devollive, ja merrnin këngës, ja kështu si ty. Në fillim gratë i vendosin nga i napë edhe gjithë burrat e vendosin napën këtu te fyti, te këmisha. I know. Ta kuptoja atë, çfarë po ndodhte. Dhe kështu si ty në avujt e alkoolit dhe të rakis, burrat pinin dhe për të mos u çnderuar, rakin që nuk mundin ta pinin dot e hidhishin te napa. Që në fund ajo napë shtrydhej dhe përdorej për në një nuse të re për të çmagjiraizuar, për ta vënë tek hapat e nuses për të hequr magjinë e zezë. Sa makabre o zot. Po që se ka peshe... Janë tonat, janë ritualet tona. Unë se ku... Urdo. Po që se ka peshe duke derdhur rakinë dhe noshe me 101 të pinte. Ja, urdo. Kështu që... Pra... Kjo, sa është aq e bukur, aq edhe më shtyu mua në një rrugë të zezë në gjithë vazhdimin tim të jetës, ë? Por ty, si ta kam thënë herën e parë, të këndoft shpirti. Faleminderit. Bravo, bravo. Shumë bukur. Ka qenë një parull atëre, kohën e xhaxhit. Minatorët janë në gjendje të bëjnë gjithçka.